Pas paralajmërimit të BDI-s për interpelancë ndaj gjykatës kushtetuese, kryeministri Hristian Mickoski tha se qëllimi vërtet i BDI-s është ta mbulojë krimin e saj. Sipas tij, BDI-s nuk i intereson as çështja e gjuhës e as interpelanca ndaj gjykatësve kushtetues. BDI-ja ka më së paku interesim për gjuhën dhe çdo gjë tjetër, duke përfshirë edhe gjykatësit kushtetues. Ata kanë frikë për kapitalin e tyre të fituar në mënyrë kriminale dhe për dyshimet e bazuara për krimet që ndodhen vitet e fundit, sidomos 2 vitet e fundit, sepse në këtë mënyrë të egër kriminale, me të cilën ndryshuan kodin penal, për fat të keq i dhan vetes amnisti për krimet e së kaluarës dhe fatkeqësisht nuk mund të bëjmë asgjë për këtë, tha Hristian Mickoski, kryeministër. Sipas Frontit Evropian, nëse ka logjik të kërkohet interpelancë për një antar të një këshilli gjyqësor, atëherë ka logjik të kërkohet interpelancë edhe për gjykatës kushtetues. Me këtë logjik tham se është e mundur që ne si grup parlamentar të bëjmë interpelancë për antarët e gjykatës kushtetuese, sepse sipas nesh ka tendenca për të hequr disa dispozita nga ligji për përdorimin e gjuhëve, që natyrisht nënkupton shfuqizimin e ligjit për gjuhët, sepse kemi thënë disa herë që ai ligj është rezultati marrëveshjeve politike, si rezultati një procesi shumë serioz dhe çdo lëvizje drejt atij ligji nënkupton eliminim të procesit dhe ligjit, thon nga Fronti Evropian. Këtë të premte, gjykata kushtetuese pritet të informojë gazetarët për veprimet e mëtutjeshme lidhur me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Një ditë pas votimit të interpelancave në kuvend, asnjë nga 5 antarët e këshillit gjyqësor të zgjedhur nga kuvendi nuk është shprehur i gatshëm të japë dorëheqje. Nëse nuk dorëhiqen në periudhën e ardhshme, do të thotë se disa prej tyre do të qëndrojnë në këshillin gjyqësor edhe për të paktën 4 muaj të tjerë, ndërsa të tjerët për gati edhe 3 vjet. Sipas ligjit, u takon antarëve nëse do t'japin dorëheqje apo do të vazhdojnë punën pavarësisht votës së mosbesimit. Në përgjigjet e tyre, të 5 antarët kundërshtuan dhe konsideruan të paligjshme kërkesën për tërheqjen e tyre.